Përshëndetje, jam Eriselda Zekaj, vin nga Shkodra, në Shqipëri. Jam viti parë master për fizioterapi dhe rehabilitim. Kam zgjedhur shkollën Zera Pasha për arsyen sepse nga ana akademike është shumë e mirë, ndër më të mirë në Turqi. Dhe unë nga që studioj në një deg të mjekësisë, më ndihmon për më fitua eksperiencë akademike më të larta. Nga momenti i parë që kam marrë këto, vitin e kaluar kam bë turqisht, kam mësuar turqishtën. Këtë vit jam në vitin e parë të masterit, jana duke marrë mësimet. Vitin e ardhshëm do të bëjmë tezën, do shkruajmë tezën. Edhe nga kjo eksperiencë, momentin e parë që kam marrë në kampus, ishte shumë moment i bukur, thënë drejtën, sepse kam një veten shumë mirë. Këtu mësuesat më kanë pritur shumë mirë. Përveç mësuesit më kanë pritur edhe ka ana studentave. Unë jam në një klasë nga 30 studenta të masterit edhe janë gjithë turk, vetëm unë jam e huaj, pra nga Shqipëria. Edhe më kanë pritur në një mënyrë shumë të bukur, më thënë drejtën. Nga ana akademike është një sistem i ri nga se kam mësuar në fizioterapi të bachelorit në Shqipëri. Ka pasur vështirësitë në fillim, normalisht si çdo student kur nuk e njeh veten, domethënë kur nuk e njeh. Ja u sugjeroj për me zgjedh shkollën Zera Pashas, nga ana akademike është shumë e mirë. Unë jam shumë e kënaqur me shkollën këtu, gjithashtu edhe nëse dëshironi të zgjidhni deg mjekësore, ja u sugjeroj pafundësisht, është ndër shkollat më të mira të Turqisë. Nëse doni të fitoni edhe eksperiencë të re, të njihni student huaj, student nga Turqia, të njihni kultura të reja, ja mundson. Edhe gjithashtu nga ana akademike fitimin e saj, për shembull për të bërë master ose edhe pse jo edhe doktoraturë. U mirëpresim edhe si studenta. Faleminderit.